Përshëndetje të nderuar shikues, jemi takuar në minutat e editarit informativ në RTS Gjirokastra kundër të tjera, sot do të ndiqni. Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile njoftoi sot se gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 26 vatra zjarri, të cilat janë neutralizuar të gjitha pas një pune të pandërprerë të forcave operacionale në teren. Vatra zjarri janë evidentuar edhe në qarkun e Gjirokastrës, ku falë ndërhyrjes së efektivave zjarfikës janë mundur të vihen në kontroll. Me nisjen e temperaturave të larta dhe rrezikut në rritje të zjarreve në zonat rurale dhe pyjore, Shërbimi Zjarfikës i Bashkisë Përmet ka hartuar një plan masash për sezonin veror. Masat përfshin monitorimin e vazhdueshëm të territoreve të rrezikuara, ndërkohë që apeli drejtohet kryesisht blegtorëve dhe fermerëve që shfrytëzojnë kullotat në lartësi. Me rritjen e kërkesës për fuqi punëtore gjatë sezonit veror, shumë subjekte në sektorin e turizmit po bashkëpunojnë me Agjencinë Rajonale të Punës në Gjirokastër për të plotësuar vendet vakante përmes procedurave të rregullta ligjore dhe aplikimeve të lehtësuara për të huajt. Kjo nismë po ndihmon bizneset të përballojnë fluksin turistik dhe po formalizon tregun e punës sezonal në zonat të ngarkuara turistikisht. 15 vjet më parë erdhi për pushime në Sarandë, por qyteti hyri në zemër aq shumë sa nuk e la më. Prej asaj kohe, çdo verë Rifat Çeliku vjen nga Shkupi dhe instalohet buzë shëtitores me një studio lëvizse të veçantë ku arti takohet me turistët. Për këto dhe të tjera informacione në ndiqni në vijim. Ju njohim tani më gjerësisht. Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile njoftoi sot se gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 26 vatra zjarri, të cilat janë neutralizuar të gjitha, pas një pune të pandërprerë të forcave operacionale në teren. Vatra zjarri janë evidentuar edhe në qarkun e Gjirokastrës, ku falë ndërhyrjes efektivave zjarfikës janë mundur të vihen në kontroll. Për më shumë, ndjekim komunikimin zyrtar që na vjen nga Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile. Gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 26 vatra zjarri, të cilat janë neutralizuar të gjitha pas një pune të pandërprerë të forcave operacionale në teren. Këto vatra zjarri janë evidentuar në qarqet e Vlorës, Gjirokastrës, Lezhës, Shkodrës, Dibrës, Korçës, Tiranës, Kukësit, Durrësit e Beratit. Kryesisht, zjarret kanë rënë në sipërfaqe me bimësi, ku si pasojë janë ndjegur rreth 56 hektar sipërfaqe me pemë, shkure e barishte. Në dy raste, zjarret janë evidentuar në një biznes dhe në një banesë, ku janë shkaktuar dëme materiale. Në bashkinë e Durrësit, një vatër zjarri e rënë në një treg industrial shkaktoi një dëm të konsiderueshëm në mallra dhe pajisje, pavarësisht ndërhyrjes së shpejtë të forcave. Një tjetër vatër u evidentua në 2 puse nafte në fshatin Kozare, njësia administrative Kozare, bashkia Kuçov. Në vendngjarje shkuan shërbimi vendori MZSH në bashkinë Kuçov me 2 automjet zjarfikës dhe 8 efektiv. MZSH Berat me 2 automjete zjarfikëse me 7 efektiv, 4 forca policore dhe 6 forca bashkiake, të cilat punuan për shuarjen e tij. Si pasojë, u dëmtuan 2 elektromotor të 2 puseve të naftës. Shkaku i rënies së zjarrit është bërkëputja e telave të tensionit të ulët. Në të gjitha operacionet për shuarjet e zjarreve u angazhuan 64 automjete zjarfikëse dhe 449 forca operacionale. Gjithashtu, nga forcat e armatosura, u angazhuan 2 automjete zjarfikëse me 14 efektiv dhe 1 helikopter Cougar. Për ditën e sotme, nga parashikimet e Institutit të Gjeoshkencave, pritet nivel rreziku i lartë në qarqet e Lezhës, Durrësit, Tiranës, Beratit dhe Fierit, ndërsa në qarqet e tjerë pritet nivel i moderuar. Qendra Kombëtare Operacionale e Emergjencave Civile është në ndjekje të situatës dhe në gatishmëri për të ofruar mbështetje të menahershme nëse do të jetë nevojshme. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Gjirokastër referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin NK 56 vjeç, banues në fshatin Asim Zeneli, pasi nga pakujdesia gjatë një procesi pune saldimi ka shkaktuar zjarr në fshatin Arshilengo, si pasojë të cilit është djegur një sipërfaqe toke, ndërkohë që edhe specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Përmet referuan materialet në prokurori për vlerësim pasi ditën e djeshme në vendin e quajtur Pjeshkët Stenja në fshatin Kosin ka qenë aktive një vatër zjarri, si pasojë së cilës është djegur një sipërfaqe toke. Me nisjen e temperaturave të larta dhe rrezikut në rritje të zjarreve në zonat rurale dhe pyjore, Shërbimi Zjarfikës i Bashkisë Përmet
ka hartuar një plan masash për sezonin veror. Masat përfshin monitorimin e vazhdueshëm të territoreve të rrezikuara, ndërkohë që apeli drejtohet kryesisht blegtorëve dhe fermerëve që shfrytëzojnë kullotat në lartësi. Shërbimi zjarrfiksës në qytetin e Përmetit ka ndërmarrë masa shtesë për të përballuar situatat emergjente që mund të shfaqen gjatë sezonit të verës. Shefi i këtij shërbimi, Ferdinand Lipe, bën të ditur se është hartuar një plan bashkëpunimi me instancat e tjera lokale dhe kombëtare për të garantuar një reagim sa më të shpejtë dhe efikas në raste zjarresh apo emergjencash të tjera. Kemi përgatitur plan bashkëveprimi me të gjitha ndërmarrjet institucione, domethënë, me zonat e mbrojtura, me njësitë administrative të bashkisë, me pyjoren, ujësjellësin, policinë e shtetit. Kemi përgatitur plane masash të miratuara nga kryetare bashkisë për rritjen e gatishmërisë dhe nga data 1 korrik të paktën do të fillojmë që të mbajmë efektiv shtesë në repart. Kemi bërë shërbime të mjeteve, presim na vide një makinë tjetër. Skuadrat e shpëtimit në fshatra i kemi ngritur të tëra, kemi besim që mund të përballohet. Lipe ka një apel të drejtë për qytetarët dhe vizitorët. Apeli tim është që të gjithë duhet të tregojnë një kujdes të shtuar për mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimi. Ne kemi marrë masa për sensibilizimin e situatës, ne takime kemi bërë në çdo me kryeplejtë e fshatrave, në çdo njësi administrative dhe janë porositur, megjithatë gjithmonë vlen për t'i porositur. Gjatë 6 muajve të parë të vitit, shërbimi zjarrfikës i Përmetit ka ndërhyrë në rreth 30 raste emergjente, prej të cilave 13 kanë pasur dëme të konsiderueshme materiale. Ndërhyrje të rëndësishme janë regjistruar edhe në operacionet e kërkim shpëtimit të turistëve të bllokuar në terrene të vështira. Bypassi i Vlorës, që prej hapjes së tij 3 vjet më parë lehtëson qarkullimin e automjeteve gjatë sezonit turistik. Kryeministri Edi Rama ndau sot në rrjetet sociale pamje nga ky bypass, i cili është ndërtuar me standardet më të mira dhe parametrat më të lartë të sigurisë. Rruga e re me gjatësi 29 km vlerësohet një ndër segmentet me ndikimin më të lartë turistik që ka ndikuar ndjeshëm në lehtësimin e trafikut në qytetin e Vlorës. Bypassi nis nga rreth rrotullimi në fund të autostradës Levan-Vlorë. Rruga anashkalon Kaninën në pjesën perëndimore mbi Vlorë në një nivel rreth 300 metra nën kështjell, nga ku ofron pamje spektakolare për gjatë gjirit të Vlorës. Në çdo 1.5 km të kësaj rruge janë krijuar vend pushimi për automjetet. Me përfundimin e disa projekteve të rëndësishme infrastrukturore, e gjithë zona është kthyer në një super destinacion turistik me infrastrukturë të nivelit europian. Me rritjen e kërkesës për fuqi punëtore gjatë sezonit veror, shumë subjekte në sektorin e turizmit po bashkëpunojnë me Agjencinë Rajonale të Punës në Gjirokastër për të plotësuar vendet vakante përmes procedurave të rregullta ligjore dhe aplikimeve të lehtësuara për të huajt. Kjo nismë po ndihmon bizneset të përballojnë fluksin turistik dhe po formalizon tregun e punës sezonal në zonat e ngarkuara turistikisht. Në Gjirokastër po vërehet një interes gjithnjë më i lartë nga shtetas të huaj për të punësuar në sektor të ndryshëm të ekonomisë lokale. Ky trend vjen si rezultat i hapjes së tregut të punës dhe zhvillimit të aktiviteteve turistike, të cilat kanë shtuar nevojën për fuqi punëtore të kualifikuar dhe sezonale. Në një intervistë për RTS, Marseda Zarba, drejtoreshe e Drejtorisë Rajonale të Punësimit në Gjirokastër, theksoi se muajt e fundit është shtuar numri aplikimeve nga të huajt për të punuar ligjërisht në qytet dhe zonat përreth. Pas të dhënave që ne kemi në sistemin tonë të punësimit dhe nëpërmjet Albanias që agjencitë të ndryshme kanë bërë kërkesë për punonjës të huaj, shohim një rritje, sidomos në sektorin përpunues, numri të cilëve kanë kërkesa të larta për punonjës dhe nuk i mbulojmë dot vetëm me punonjës shqiptar. Kryesisht janë nga Filipinet, Koreja. Punonjësit e huaj kërkojnë pranë zyrave të punës të marrin lejen e mundësisë për të punuar këtu në Shqipëri dhe kryesisht në Gjirokastër, në qarkun e Gjirokastrës, dhe pastaj aplikimi është online, çdo gjë ndodh online dhe është sektori i emigracionit i cili pastaj jep lejen përfundimtare për të punuar brenda Shqipërisë.
Në të njëjtën kohë, kërkesa për këta punonjës është rritur edhe nga ana e bizneseve vendase. Hotelleria, gastronomia, ndërtimi dhe disa shërbime të specializuara janë sektorët që pahasin vështirësi për të plotësuar vendet vakante vetëm me punonjës vendas. Sektorët të cilët preferojnë më tepër shtetasit e huaj janë sektorët përpunojës, duke qenë që numri i tyre është shumë i lartë dhe nuk mbulohet me zyrat e punës, me kërkesat që ka zyrat e punës për punonjës. Bizneset kanë kërkesë. Pra, po themi, fasoneri ka kërkesë për 25 punonjës. Punësimi të huajve pritet të mbetet një trend në rritje, ndërsa institucionet publike premtojnë mbështetje për të lehtësuar procedurat ligjore dhe orientimin e të interesuarve në tregun e punës. Policia e Gjirokastrës ka intensifikuar kontrollet në bizneset që operojnë në pazarin karakteristik të Gjirokastrës për ndotjen akustike gjatë sezonit turistik. Autoritetet njoftojnë se kontrollet do të vazhdojnë gjatë gjithë sezonit për të ruajtur qetësinë, rendin dhe identitetin turistik të qytetit. Drejtoria vendore e policisë Gjirokastër po ushtron kontrolle për nivelin e zhurmave në zonat turistike të Gjirokastrës. Në vijim të masave sensibilizuese, janë organizuar takime informuese dhe administratore me pronar subjektesh, kryesisht në zonat turistike, aktivitetet e të cilave gjenerojnë zhurma nga muzika. Gjithashtu ka nisur zbatimi detyrave të parashikuara në planin e masave për garantimin e sigurisë publike gjatë sezonit turistik veror. Strukturat e sigurisë publike të Drejtorisë Vendore të Policisë Gjirokastër në bashkëpunim me ato të Komisariatit të Policisë Gjirokastër gjatë ditëve të fundit, sipas hartëzimit të zonave me ndotje akustike, kanë organizuar grupe kontrolli në teren. Në kuadër të këtyre kontrolleve janë testuar me matës të zhurmas disa ambiente dhe subjekte të hapura dhe të mbyllura në zonat turistike për verifikimin e respektimit të nivelit të kufirit të lejuar të zhurmës, të përcaktuar në ligj me numër 9774 datë 12/07/2007 për administrimin e zhurmës së mjedisit i ndryshuar. Matjet e realizuara sipas kushteve të përcaktuara në procesin e standardeve për këto qëllim kanë realizuar brenda kufive të lejuar. Krahas matjes së nivelit të zhurmës, strukturat përgjegjëse kanë ushtruar kontrolle edhe për respektimin e orarit të lejuar për muzikën në ambiente të hapura në zona apo qendra të banuara, i cili është nga ora 11:00 deri në orën 24:00. Policia e Gjirokastrës mbetet e angazhuar dhe e vendosur për të garantuar një mjedis të qetë dhe të sigurt për banorët dhe vizitorët. Dikur, Këlqyra ishte një ndalesë e shkurtër rrugore, ndërsa sot po kthehet në destinacion për turistët që kërkojnë natyrë, adrenalinë dhe përvoja autentike. Kombinimi mes natyrës së paprekur, sporteve ekstreme dhe zhvillimit të qëndrueshëm po e vendos Këlqyrën gjithnjë më shumë në hartën turistike të Shqipërisë. Turizmi në Këlqyr po njen një rritje të ndjeshme fal ndërthurjes së bukurive natyrore me aktivitetet sportive në natyrë. Hiking dhe sportet ujore si rafting, kajaking, kanoing janë kthyer në atraksione kryesore për vizitorët vendas dhe të huaj. Zona jon po të rrej gjithnjë më shumë, një numër të lartë turistash vendas dhe të huaj. Kryesisht në këtë zonë është një numër i lartë i fluksit të vizitorëve, të cilët janë ata çek, polak, italian, gjerman. Kemi një destinacion turistik fantastik për turistat vendas dhe të huaj. Për të kaluar fundjava të bukura, ky destinacion ka bërë që dhe turizmi familjar të jetë më i zhvilluar gjatë fundjava me familjarët. Një trend në rritje është dhe ai aventurës me biçikletë, hiking dhe ai lumor. Specialistja e turizmit, Eglantina Zeqiri, thekson se puna e koordinuar mes operatorëve turistik ka ndikuar ndjeshëm në ofrimin e turizmit me standarde dhe eksperienca të sigurta për turistët. Dua të theksoj se ky sport është bërë dhe si biznes tashmë në zonën tonë. Vjosa ka një peizazh lumor të mrekullueshëm që askush nuk do ta humbiste adrenalinën me kajak, rafting, barka ujë e tjerë. Çdo guid duhet të ketë një operator për të garantuar një turizëm të sigurt, turistik dhe me standarde. Sportet ujore, veçanërisht raftingu, vijojnë të jenë ndër aktivitetet më të kërkuara, duke u kthyer në një pikë referimi për turizëm aktiv në jug të Shqipërisë.
Turistët vendas dhe të huaj po zgjedhin gjithnjë më shumë akomodimin në banesa tradicionale përmes aplikacioneve digjitale, duke kërkuar përvojë autentike dhe çmime të leverdishme. Kjo prirje po ndihmon jo vetëm turizmin, por edhe ekonominë lokale, duke përfshirë drejt për drejt familjet gjirokastrite në mikpritjen turistike. Gjirokastra është një prej qyteteve që mirëpret çdo ditë turist nga vendi dhe shtetet të ndryshme të botës. Pedagogja e ekonomisë Antoneta Polo u shpreh se vijon trendi i rritjes së numrit të vizitorëve, ku gjatë 5 muajve të parë, qyteti i Gurt ka pritur rreth 64.000 vizitor. Turizmi këtë vit trendi vazhdon përsëri në rritje. Nëse i referohemi të dhënave të Drejtorisë së Monumenteve të Kulturës Gjirokastër, numri i vizitorëve që kanë vizituar Kalan si objekti kryesor të themi në Gjirokastër për periudhën janar-maj 2025 është diku te 64.000 vizitorë, një shifër kjo 10% më e lartë se sa e njëjta periudhë e vitit të kaluar. Pritshmëritë kanë qenë më të larta në krahasim me vitin e kaluar, por Polo thekson se duhet patur kujdes me çmimet, ndërkohë që risi për këtë vit janë turistët që preferojnë më tepër Airbnb-t sesa hotelet. Nga bizneset turistike kemi ankesa, nuk po marrin atë që ata prisnin nga ky turizëm, dhe kjo për faktin sepse kemi të bëjmë shpesh dhe me atë që ne e quajmë turizëm të lirë, në thonjza, pra turisti nuk shpenzon shumë. Dhe nga ana tjetër duhet kemi që kujdes dhe vetë si gjirokastrit, po them, apo si biznesmen që mirë me turizmin me çmimet. Pasi reklama që i bëhet Gjirokastrës apo Shqipërisë në botë është pikërisht ajo që ne prezantojmë. Janë më shumë të preferuara Airbnb-t se sa hotelet, e kjo për shkakun e çmimeve të tyre më konkurruese në raport me hotelet. Qyteti i Gurt ngelet ndër destinacionet më të kërkuara dhe kryesore, duke u renditur çdo vit si një nga qytetet elitare të turizmit shqiptar. Me provimin e gjuhës së huaj përfunduan sot provimet kombëtare të arsimit bazë në të gjithë vendin. 270 nxënësit e klasave të 9 nga Gjirokastra dhe Libohova ju nështruan testit të fundit, duke përmbyllur kështu një fazë të rëndësishme të arsimit parauniversitar. U zhvillua sot provimi fundit i arsimit kombëtar bazë, ai i gjuhës së huaj. Në Gjirokastër këtij provimi u nënshtruan 270 nxënës që këtë vit mësimor përfunduan ciklin 9-vjeçar të studimeve në shkollat e bashkive Gjirokastër dhe Libohov. Në përfundim të testit ata u shprehën se teza ishte e nivelit mesatar dhe koha 2 orë 30 minuta ishte më se e mjaftueshme për ta zhvilluar atë. Sot kam provimin e lëndës së anglishtes. Në përgjithësi provimi ishte shumë i thjeshtë dhe për këtë falenderoj mësuesen ton, Valbona Topullin. Mund të themi që nuk hasëm vështirësi dhe mund të them që e mbarova provimin shpejt, por që tani presim rezultatet. Ishte e mjaftueshme koha? Po patjetër që ishte e mjaftueshme. Biles të proj. Provimi shkoi shumë mirë, që një test i thjeshtë. Koha që do me thënë që e mjaftueshme dhe që shumë, do me thënë na doli koha. Po rregullat u ndoqën gjatë zhvillimit të provimit? Po, u ndoqën të gjitha rregullat. Ishin përgatitur, po, edhe pyetjet ishin të thjeshta, do me thënë nuk është se kishin shkallë vështirësie shumë të lartë që mos të bënin, por kishte edhe shkallë, do me thënë, për të gjithë, do me thënë, dhe për nxënësit që mund të mësojnë shumë, dhe për nxënësit mesatar, dhe për nivelin e ulët kishte nga të gjitha. Provimi gjuhës së huaj ishte shumë i lehtë, koha na mjaftoi, ishte pak i vështirë, po ishte niveli mesatar dhe dolëm shumë lehtë. Po ku do të vijojnë këta të rinj studimet e mesme? Të zgjedh gjimnazin Asim Zeneli, këtu ku e zhvilluan provimin dhe për këtë jam me sigurt që do vazhdoj këtu. Nuk e kam vendosur akoma, por Gjimnaz apo në një shkollë tjetër? Gjimnaz. Studimet e mesme ku do t'i vazhdosh? Tek ky gjimnaz, tek Asim Zeneli. Dhe shkolla profesionale Gjirokastra. E di, por mendova për më mirë këtu sepse mendova një shkollë më të mirë, plus është dhe më afër dhe ndaj. Do vazhdoj një gjimnaz të përgjithshëm, po jam e pavendosur midis Sirishavës apo Asimit. Të gjitha provimet e lirimit në Gjirokastër u administruan në 3 qendra, 2 në gjimnazin Asim Zeneli dhe 1 në shkollën 9-vjeçare Koto Hoxhi. 15 vite më parë erdhi për pushime në Sarand, por qyteti hyri në zemër aq shumë sa nuk e la më.
Prej asaj kohe, çdover Rifat Çeliku vjen nga Shkupi dhe instalohet buzë shëtitores me një studio lëvizse të veçantë ku arti takohet me turistët. 15 vjet më parë erdhi për pushime në Sarandë, por thotë se hyri kaq shumë në zemër ky qytet sa vendosi të shtegtoi çdo verë këtu me artin e tij. Prej qershorit deri në fund të shtatorit për çdo vit Rifat Çeliku e ka vendosur buzë shëtitores së bashku me studion e tij lëvizse. Dallojnë që larg ndriçimi profesional, kavaletat dhe kutia lapsave lloj-lloj. Me këto mjete të thjeshta pune, ai është bërë i kërkuar si mjeshtër i portretit të punuar në sy të publikut. Punën e portreteve, unë mirëm gati 20 vite, çdo sezon verore, por që këto 15 vitet e fundit jam përqendruar në Sarandë. Erdha në Sarandë para 15 viteve për pushime dhe më pëlqeu aq shumë ambienti, sa që them pse mos të provoj këtu të bëj këtë aktivitet. Klientët e tij janë sidomos turistë huaj, por edhe vendas. Refati thotë se portreti live që ai ofron si grafist me përvojë 40 vjeçare përbën një atraksion turistik më vete që praktikohet në metropolet europiane, ku ai e ka ushtruar në një pjesë të mirë të tyre. Klientët janë të ndryshëm, domethënë kam klientë edhe shqiptar, por që vitet e fundit ka shumë të jashtëm që vinë, kryesisht nga perëndimi, dhe që janë në numër çdo herë më shumë shtohen. Që është një gjë e mirë, jo vetëm për mua, por edhe për vetë Sarandën dhe për brevetin shqiptar. Puna e portretit është një lloj atraksioni kryesor turistik, them. Këtë aktivitet jam marrë në shumë vende evropiane, si në Austri, në Itali, për brevetin kroat, në Greqi shumë vite. Lapsi i tij lëviz mbi fletën e bardhë plot siguri, e kjo shpesh i lë të mahnitur ata që ndjekin procesin live, sepse puna nis nga disa vija që duken sikur nuk thon asgjë, por mjaftojnë 10 minuta për ta dorëzuar portretin. E ky moment, thot grafist Rifati, shpesh shoqërohet edhe me duar trokitje. Turistët janë shumë të mahnitur domethënë kur unë punoj live direkt dhe duke filluar me vija të thjeshta, i vjen në fillim sikur se s'bëj asgjë, por që në fund kur del përfundon gjithë janë të mahnitur dhe shpesh shkaloj edhe me duar trokitje. Si një piktor që ikë në vjesht dhe i kthehet verës në Sarandë në një dekadë gjysmë, atij bie në sy dhe ndryshimet për mirë që gjen këtu në qytetin e turizmit. Ka ndryshime goxha shumë, veçanërisht në cilësinë e shërbimit, them, në cilësinë e ndërtimit, me që në fillim ishte ndoshta pak një farë situatë më kaotike, tash disi ka marrë rresht më mirë është në çdo aspekt. Shqiptari i Maqedonisë së Veriut, Rifat Çeliku, me lapsin e tij prej grafistit të sprovuar në ndrit projektor është të kthyer në protagonist që Saranda të ketë një atraksion turistik tipik për metropolet perëndimore. GoTech Electronics, pjesë Eduka Group, një emër i njohur në tregun shqiptar që nga viti 1995 si distributor ekskluziv i pajisjeve elektroshtëpiake ka hapur dyert edhe në Gjirokastër. Me një gamë të gjerë produktesh të fjalës së fundit në teknologji dhe me oferta konkurruese, dyqani sjell për konsumatorët e zonës zgjidhje të zgjuara në çdo ambient shtëpie. GoTech synon të sjell jo vetëm cilësi dhe inovacion, por edhe një eksperiencë të re blerjeje për qytetarët e qarkut të Gjirokastrës. Në Gjirokastër është hapur zyrtarisht dyqani më i ri i rrjetit GoTech, duke çuar në 25 numrin total të dyqaneve të kësaj marke në Shqipëri. Zgjerimi i pranisë së GoTech në këtë qytet historik vjen si një investim që synon të ofrojë qytetarëve zgjidhje moderne dhe produkte cilësore për çdo familje dhe biznes. Përfaqësuesit e kompanisë theksojnë se klientët do të marrin jo vetëm cilësinë, por do të gjejnë edhe çmimet dhe ofertat më konkurruese në treg. Gjirokastra bëhet sot dyqani 25 i GoTech Electronics në Shqipëri dhe jo pa qëllim, për ne Gjirokastra është një qytet me traditë, karakter dhe ndjenjë të fortë të komunitetit. Pra këto janë vlerat që përputhen plotësisht me misionin e markës tonë. Qëllimi jonë është të ndërtojmë një rrjet të gjerë të dyqaneve me produkte që bëjnë më të thjeshtë përditshmërinë dhe ofrojnë komoditet për çdo shtëpi dhe familje shqiptare. Zgjerimi i rrjetit tonë nuk do të kishte kuptim në fakt pa Gjirokastrën. Familjet e reja do të kenë mundësinë për të kompletuar shtëpitë me pajisje moderne, duke zgjedhur mes markave më të njohura dhe duke përfituar nga blerjet me këste. Bizneset, sidomos ato të hotelerisë, do të mund të mbështeten tek ne për zgjedhje profesionale dhe të besueshme për çdo nevojë në çdo kohë. Ne do t'ju mirpresim në GoTech Gjirokastër jo vetëm si blerës, por edhe për të
përmbyer përvoja dhe sugjerime. E jani në Gotek sepse këtu nuk do t'i gjeni thjesht pajisje, por sigurinë se keni bërë zgjedhjen e dur për familjen tuaj. Është kënaqësi për mua dhe për ekipin tim të gjendem në qytetin e bukur të Gjirokastrës, një qytet që ka tradita, një qytet i bukur, një qytet me njerëz të mrekullueshëm dhe me një mikpritje të veçantë. Qëllimi dhe misioni jon është që të gjendemi sa më pranë konsumatorëve, sa më pranë qytetarëve të Gjirokastrës dhe jo vetëm, me produkte të mira, me çmime të leverdishme dhe mbi të gjitha me një shërbim shumë të mirë. Neve duam që klientët të ndihen komod me produktet tona dhe jeta e tyre të bëhet sa më e bukur dhe sa më e thjeshtë. I mirëpresim të gjithë në dyqanin tonë më të ri në Gjirokastër. Gotek synon të krijojë hapësira mikpritëse, ku çdo blerës mund të gjejë produkte të personalizuara, të përshtatshme për buxhetin dhe nevojat e tij. Përfunduam këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra, ndahemi bashkë. Miru takofshim.